Jemi në kushtet kur Ermal Beqiri, biznesmeni i cili fitoi një sër tenderash të majmë në agjensinë kombëtare të shërbimit të informacionit, AKSHI pra, është i arrestuar në Francë, pasi, siç e kemi thënë, e kemi diskutuar, fluturoi në një nivel të caktuar mbi një central bërthamor ku fillimisht ngritën dyshime për spionazh, mirë po më pas u pa në sistem që ai ishte i shpallur në kërkim nga SPAK, prokuroria e posaçme, për një sër veprash penale të cilat lidhen me dosin që po hetohet nga kjo strukturë. Është kërkuar ekstradimi Gylsen Zhlima. Si mendon tani? A do vi Ermal Beqiri? Ardhja e tij, sa i shërben hetimit të SPAK, kush mund të jetë trembur? Mi shtro tani këto në diskutim. Shiko, jem realist me ju, përsa i përket rastit të ekstradimit, Ministri i Drejtësisë i Republikës së Shqipërisë duhet të nënshkruaj vetë ai kërkesën për ekstradim. Me sa unë kam parë, Ministri i Drejtësisë, Zoti Gogu, nga muaji gush, pra nga data 1 deri me datën 16 është me leje zakonshme, do të thotë që pasi ai të vi duhet të bëj kërkesën për ekstradim, sepse ligji përcakton që ministri duhet të jetë ai i cili duhet të bëj kërkesën dhe nuk e ka zëvendës ministri, pavarësisht se ai ka deleguar tek ministri, te zëvendës ministri kompetencën e ministrit për 15 ditë. Por nga ana tjetër duhet kemi parasysh që edhe sikur të jetë bërë kërkesa në shkelje procedurale, nuk ka rëndësi kjo, sepse në fund fare këtu ne kemi konstatuar se si gjykatat, institucionet ndërkombëtare nuk merren fare me SPAK-un, pra injorojnë. Duke thënë se SPAK-u na ka thënë që ne kemi bërë kërkesë për letër porosi për të bërë kërkesën pra për të arrestuar kapjen Ermal Beqirit. Institucionet të Francës nuk kanë lëvizur në asnjë moment për të përmbushur detyrat bashkëpunuese që kanë me institucionet shqiptare. Kjo tregon injorimin, nënvlerësimin që ata nuk besojnë fare tek institucionet shqiptare. U desh një gabim i rekomanduar dhe i stisur për mendimin tim, jo sepse ai shkoi me avionin e tij dhe ka përceu apo kaloi nga ato mashtrimet e famshme, ishte se pikrisht bashkëpunëtorët e tij deshën që ai t'u kapej dhe të shkojë në Shqipëri. Ma sqaro pak, çdo më thon gabimi i stisur, Ermal Beqirin e keq orientuan që të fluturonte aty, nuk e kuptova këtë. E kanë shorientuar dhe e kanë drejtuar në mënyrë të gabuar. Kush? Që të bëjë një shkelje të tillë që drejtësia ta kapi, sepse në fund fare ne kuptojmë shumë mirë që ai biznesmen ka dhe kosto dhe ka dhe goditje të brendshme në bashkëpunim që ai ka bërë në Francë me biznesmen të tjerë shqiptar dhe sigurisht që aty ka edhe një hakmarrje apo më mirë ndonjë kurth të mundshëm që është stisur që ai në këtë formë të shkojë dhe të ekstradohet në Shqipëri. Por procedura e ajo që them unë e ekstradimit do të shikojmë pak e shumë a do të zgjasë deri në muajin tetor, sepse do të kemi parasysh Franca është një shtet së drejtës dhe nuk është një shtet i cili është si shteti jonë që ekstradon të gjithë pa përjashtim edhe nuk pyet a ka rend kushtetut apo jo, por në fund fare ne duhet të kuptojmë që Ermal Beqiri është fut në një kurth dhe te ky kurthi është nga njerëz të vet, të cilët kanë dashur që ai të ekstradohet dhe të ikë në Shqipëri. Nëse vjen në Shqipëri. Do të them që ka edhe një rast tjetër të kesh parasysh që kur në vende të ndryshme perëndimore ndodh kjo, kur një burr do të marrë pasurinë e gruas, e çon në psikiatri ose anasjetas. Pra që do të thotë që të heqë zotësinë juridike dhe ja komandoj pasurinë. Ç'do të thotë kjo? Ma kontekstualizohet. Do të thotë që çdo gjë mund të jetë e mundshme. A mund të shndrohet në i penduar drejtësie? Tregon në emra Ermal Beqiri? Fillimisht jo, sepse ai do të justifikohet që unë kam bërë çdo gjë në mënyrë të ligjshme, por nga ana tjetër, kur ai do të shikojë që situata rreth tij nuk do jetë kaq shumë mirë, sigurisht që ai do të thotë emrat e bashkëpunëtorëve të tij, dhe me kë ka bashkëpunuar që të arrijë dhe të bëjë këtë investim apo këtë veprimtari kaq shumë të madhe
të tenderave në Shqipëri. Po mos harroj që as unë as ti marrë një tender të tillë, sigurisht ai pa një përkrahje politike dhe të lartë fare, manal të burr s'ka, sigurisht që na jep të kuptojmë që e gjithë situata do të jetë një situatë kaotike për zotin Rama, por edhe për ata të cilët rrethojnë oborrin e Akshit. Ermal Beqiri për mendimin tim, po do të jetë guximtar, mund të rrezojë dhe qeverinë Rama. E mendon kështu? Po është gëmzimtar, po është një person që çfarë mendoni se ka kjo dosje, çfarë mendoni që ka kjo dosja Akshit, flasim që mund të rrezojë qeverinë? Akshi ka gjithçka. Nuk është diçka që mund të thuash në mënyrë selektive. Akshi ka gjithçka që nënkupton që çdo tender, çdo aplikacion tek e-Albania, çdo gjë që ka të bëjë me shërbimet publike digjitale, nënkuptojnë qartazi dhënien e një tenderi që është nga ana e zotit Rama dhe nga zonja në fjalë që ishte në arrest në shtëpi dhe zoti Panda e bëri arrest kështu detyrim paraqitje nga grupi strukturuar kriminal. Imagjino, grupi strukturuar kriminal shkon detyrim paraqitje nga gjykata e lartë. E ti më thua që kemi ne sistem drejtësie. Çfarë sistem drejtësie ku gjyqtari ish ministër i Partisë Socialiste, se duhet t'ia themi qytetarëve se kanë harruar, se kanë kaluar shumë vite, ish ministër i Partisë Socialiste është zoti Panda. Pra, është sot antar i gjykatës lartë. Pra, për ata Juri Kimat që mashtronin popullin shqiptar dhe ata Donalutat që mashtronin popullin shqiptar, sikur në Shqipëri do vendosin një drejtësi e pavarur e paanshme, kur ti ke gjyqtar Ilir Pandën, ministrin e Partisë Socialiste, edhe ti më thua që ministri i Partisë Socialiste nuk ndihmoi Edi Ramën kur Rama i bëri apel që ishte një varfanjake, lirohen nga arrest shtëpisë sepse s'kan paguajtur qera, ndërkohë nga informacionet mediatike dalin që ajo kishte jo vetëm këtë gjë, po madje disa individ thoshin dhe kam dëgjuar që thonë që kur kalonin këta vettingun, Akshi zbriste ato manuale, pra të dhëna, që disa gjyqtarë mos u shfaqnin sa shtëpia dhe sa apartamente ka. E kupton çfarë grup strukturuar kriminal flasim? Pra, një grup i strukturuar që një pronën e shqiptarit e të lëndiz duke ja nxjerrë në sistem dhe duke ja ulur nga sistemi. Dhe kjo zonjë shkon nga arrest në shtëpi, shkon detyrim paraqitje. Njerë duhet kuptojmë diçka. E di që drejtësia duhet të ketë humanizëm, po një sekond, po budallë nuk mund të jemi dhe ignorant. Tjetër të jesh humanist dhe tjetër të jesh ignorant. Ka diferencë njëra me tjetrën. Tani zonja, grupi strukturuar kriminal, lehet detyrim paraqitje dhe zonja Balluku duhet merret e pandehur dhe duhet të merret për shembull arrest në shtëpi apo në burg. Pra, tenderim maksimumi dënimit 5 vite dhe kjo që ka kusur 20 vite bikuriz do të dalë detyrim paraqitje. E kupton se si është lësho shtrëngo edhe bë çat duash po puna është më mbro mua? Këtë e mbro Edi Ramën. Shumë e thjeshtë kjo gjë, mos më flisni për sistem drejtësie. Ardhja e Ermal Beqirit është fundi i dosjes së Akshit, kuptimin hetimor dhe përballjes me drejtësinë? Jo, ke edhe këtë rastin e zotit Agas, mos gabojmë. Ergys Agasin. As ky nuk është arrestuar, edhe ky pritet të bie me një kurth që mund ta vendosin shpejt, besojnë, të dalë edhe ky përpara drejtësisë, të mbarojë sapet, sepse të gjithë këta zoti Bora duhet të kesh parasysh që janë në negociata me ata të cilët kanë bashkëpunuar. Ndajnë punët dhe po të shikosh ti që të zoti Ermal Beqiri ka disa tendere që ka marrë gjatë kohës kur është në arretim. Lejohet kjo zhdima? Kjo tregon negociat. Lejohet të marrësh tendra kur je i shpallur në kërkim për shembull ti, si për grup strukturuar kriminal për shembull. Ta akuzon drejtësia dhe nuk e di që tek tenderat aty ka një buton aty që e selekton vet apo jo. Unë di që ka një komision që urdhërohet nga dikush. S'është digitalizuar, e drejtë është, mungon ai butoni. Është akoma me njerëz. Është akoma me njerëz. Kur është me njerëz, kjo është quhet negociat. Kam negociuar të përfitoj kaq para, nga këto para
heqim minus plus që janë shpenzime, fitimi im i qartë, dhe bëj burg dhe nuk flas për asnjërin dhe mbaroj punët e mia. Shumë e thjeshtë kjo gjë. Edhe te zoti Agasi do të shikoni sa tendera do të marri, edhe kur do të marri do të jetë i kënaqur që i mori, do bëhet aty një kurt sikur diçka ai ka bërë gabim në fund fare, edhe pse jo dhe një vet dorëzim, kur ai do të shikojë qartasi që familja e tij do të marrin lek, sepse nuk ka se si t'ia sekuestrojnë lekët, sepse janë lek të ligjshme, për shkak se janë bërë në mënyrë të ligjshme. Pra tenderi është dhënë nga shteti shqiptar. S'ka si të quhesh diçka të paligjshme pavarësisht se ti je në telashe me drejtësinë. Okay. Pra, këtë gjë duhet të kuptojnë. Sa shumë tendera marrin këta që janë në arrati, aq më shumë negociohet pazari për të dorëzuar, por në fund fare mos të flasësh për asnjë, merr gjithë përgjegjësinë ti se unë të pagova me lekët e shtetit shqiptar, ka paguar blerjen tënde për të heshtur për gjithë jetën tënde. Ju flisni për vetdorëzim të kontrolluar. Mirë. Po normale, të gjitha janë vetdorëzime të kontrolluara dhe kur nuk do të haj unë sapunin për djath të asaj që bëri gabim ai duke ecur në centralin francez.